Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Përshëndetje nga kjo studio në qendër të Shkodrës, ku shpresojmë të shpërndajmë mesazhe të bukura jete, mirësie dhe mbarësie. Veprimtaritë e shumta kulturore, artistike kanë shumë protagonistë, këngëtar, orkestrues, orkestrant, kompozitor, menaxher të artit, por shpesh ato në skenën e teatrit mi gjeni, por jo vetëm. Fokusohen tek një emër që përmbledh shumë çka në skenën koncertore të këtij teatri. Është dirigjent, është instrumentist, jo në një instrument, por në disa. Është ideator, udhëheqës artistik, është i përkujdesur deri në detaje në realizimin e një koncerti apo në detaje të realizimit të një këngë. Unë besoj se ju e njihni dhe është shumë i njohur. Është maestro Ilir Zoka, i cili është i ftuari i këtij mëngjesi në studion tonë. Mirëmëngjes Ilir, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes Marit, mirë se u gjeta dhe me sinqeritet ju falenderoj nga zemra se për ftesën, jo vetëm sot, por edhe herë tjera. Në fakt, ashtu siç po thoja më herët, shumë veprimtari ju ka në qendër. Ashtu siç edhe veprimtaria mbrëmshme e titulluar Pranver në këngë. Një veprimtari që pavarësisht situatës së vështirë për shkak të pandemisë së COVID-19 ka stopuar ose ngadalësuar shumë çka, ju nuk e lët, nuk e keni lënë pa e realizuar. Dhe ideja ishte që hapësira të jetë më e madhe, spektatorët të jenë më të lirë ta shijojnë në këndë të ndryshme, e keni realizuar. Urime. Faleminderit. Po, e vërtet, ne mram realizuam koncertin e tashima tradicional për shumë vitesh, Pranver me këngë, që zhvillohet zakonisht në stilin e pranverës, edhe është në aktivitetet e para që teatri mi gjeni servir spektatorit, kuptohet, mendume bashkë me drejtoreshe njëkohësisht dhe regjizore e këtij koncerti, Zojen Rita Gjeka, që mos ta fikim si koncert këtë vit, mos ta dështojmë. Ne ishim gati, ishim në prag të thanjes, pavarësisht nga situata që biles ishim në provat e fundit për daljen e këtij koncertit në muajin mars, por kushtet e karantinës nuk na lejuan që ne ta zhvillonim këtë aktivitet, dhe menduam me që paka shumë u hapen rrugët për qoftë edhe për një lloj komunikimit më normal, edhe menduam që na ta vazhdojmë dhe ta japim në kohën më të përshtatshme. Edhe gjykume që mram ta fillojmë edhe muajin korrik me një optimizëm, me një entuziazëm tjetër adin, edhe vendos me datën një korrik, shkoj shumë mirë mram, shkoj shumë mirë. Urime. Edhe ideja që ne dhame në një pikë turistike të qytetit tonë, por shumë dashur për gjithë shkodrant në Shirok, për ne ishte një kënaqësi, por edhe një augur i mirë që mas këtij aktiviteti, pse jo të ketë edhe aktivitete tjera aty. Sa bukur. Si ishte atmosfera? Them të drejtën, atmosfera ishte e mirë, nuk bëme reklam për koncertin, thjesht ishte një reklam, si thush, nëpërmjet këtyre rrjeteve sociale, Facebook, Instagram, thjesht nga këto pjesëmarrësit, por me të vërtet pame që kishin ardhur njerëz special për koncertin. Jo vetëm thjesht për një shëtitje apo për një argëtim në zonën e Shiroks, në këtë ambient shumë të këndshëm qytetit tonë, por kishin ardhur njerëzit special për të pa koncertin. Ashtu si që kam ndjekur prej vitesh, secili nga koncertet ka
një profil. Ju shpesh e mendoni duke ju drejtuar këngës popullore, një vit tjetër mund të jetë muzika e lehtë, një vit tjetër mund të jetë muzika tradicionale e lehtë ose qytetare. Cila ishte profili i këtij cili ishte profili i këtij koncerti mbrëm? Po, të them të drejtën, nga që kjo është tashmë është një traditë dhe çdo vit ne i paraprim, çdo vitit artistik ne i paraprim me këtë koncert. Unë shpesh herë, nga që kam edhe peshen e qoftë edhe të ideatorit se si mund të ideohet koncerti i vitit të ardhshëm, me fjalë, këtë vit unë e mendova që t'ishte, e kam pas edhe më përpara dëshirën, po erdhi momenti që këtë vit ta realizosha, edhe ishte nata e dueteve. E dueteve. Ishin dueta që këndohen muzikë tradicionale, popullore, qytetare, muzikës së lehtë. Isha pak i kufizum se vetë fakti dueteve një numër përfshihet me 2 personazhe, me 2 këngëtar, pra. Isha i kufizum në numër, që mos të kalosha minutazhin, mos të kalosha, kuptohet se një koncert duhet të ketë një llogaritje të mirë që spektatori të marrin aq sa duhet, kënaqësinë e duan, por pa e tepru në minutazh, pa në fundit edhe pa kalon në mërzi, që mos të bëhet diçka e bezdishme. Kështu që mram kena pas 10 këngëtar, 10 këngëtar, në fakt kanë më shumë, unë pa e sqaroj sepse kanë më shumë, po 10 këngëtar kanë tipik për duetet. Nuk po i përmend me emra, se janë këngëtar të mirënjohur gjithë të qytetit tonë, edhe biles kur të shfaqet në televizion apo dhe spektatorë që e kanë shiju mram live koncertin, janë këngëtar të më të dashur dhe më të këndshëm tonë. Kuptohet që i Shkodra fatmirësisht ka një gamë të madhe artistash, qoftë instrumentistash, sidomos këngëtarësh, që mu personalisht, por edhe gjithë secilin qytetar shkodran entuziazmojnë me gjitha aktivitetet që ato bajnë, ku marrin pjesë, ku ashtu. Thash, ishte menu dhe ideu si nata dueteve, e mirë priten gjithë absolutisht, qysh në seancat e para të punës, qysh në takimet e para, pak siklet për të zgjedhur repertorin, se duhet përshtaten 2 këngëtar qoftë ashtu. Pak siklet, megjithatë mendoj që ja dolën me sukses. Ato jo vetëm që e kanë pëlqyer duetin që kanë përzgjedh, kuptohet në bashkëpunim edhe me mu, por edhe e kanë shiju, e kanë pa që gjithë secili mram ka shiju duetin. Dueti ka dhe një krahas të vetive tjera, ka dhe një sekret se ndahet përgjegjësia këngëtarit përgjys. Jo se ndahet përgjegjësia në sensin jo normal të fjalës, por ndahet si thosh gërshetohet emocioni njënit përzihet me emocionin e tjetrit dhe del një numër solo ideal. E cilët kanë qenë disa nga këngët, me çfarë titull? Zakonisht, duke qenë edhe këngëtar të morës re, kena zgjellë këngë të kryesisht muzikës lehtë, kuptohet. Kena pas edhe 2 duete me këngë italiane, nuk jam kufizu t'jenë shqiptara apo ashtu, por megjithatë ndoshta personalisht më pëlqen që të risjellim gjanat tona, gjanat shqip. Edhe kjo jo vetëm se mu më pëlqen, por kam pa që edhe reagimi i spektatorit me fjalën, me tekstin shqip, me këngën shqip, është shumë më si thosh, shumë më i dukshëm. Shumë më i dukshëm, e don gjanë e vetë, e don absolutisht, nuk mund të kufizoj absolutisht duetet apo këngët e muzikës lehtë huj. Biles ato janë një mbështetje shumë e mirë për ne, qoftë orientimi, qoftë profesional. Në fakt, kur ju flisni, unë nuk mund ta sheh vlerësimin e jashtëzakonshëm që një artist dhe një skuadër artistësh ndërmarrin me shumë përgjegjësi artistike, duke sjell gjithmonë jo thjesht profile, por duke plotësuar një portret jashtëzakonshëm artistik të tyre, duke qëndruar në këndë të ndryshme të llojeve të muzikës, të zhanreve të saj, për të përcjell pikërisht
vlera për të përcjellë dhe interpretim të bukur. Kjo është e veçantë, ndryshe ka qenë vjet, ndryshe si vjet, patjetër ide të reja lindin në vitin e ardhshëm. Shumë kreativ do ta cilësoja ideimin në radhë të parë të koncertit e më pas realizimin e tij. Desha mi theksu një dy gjana në lidhje me këtë që ju sapo përmend. Fatmirësisht një dorë shumë të mirë dhe shumë të madhe të idesë teme për koncertet e rrallës apo për ndryshimet nga njëri te tjetri ashtu më napin shumë edhe talenti i kantarëve. Pa diskutim edhe talenti edhe profesionalizmi edhe i instrumentistave. Pra këto instrumentista edhe këto këngëtarë fal talentit tyne, fal si thush dashamirësisë tyne, fal gjitha dhuntive që ato kanë në aspektin muzikor, në aspektin artistik, më lajnë shumë të lirë dhe shumë qetë që çdo ide teme ta hedh në jetë edhe të realizohet mas miri. Pse e them këtë? Për ta baj çik ma të shpjegueshme, ma qartë. E them se këto janë këngëtarë shumë talentuar. Kënojnë jo vetëm muzikën e lehtë, pavarësisht se për shembull mund të ketë prirjen për muzikën e lehtë, por kënojnë edhe këngën qytetare shumë bukur. Kënojnë edhe një zhanër tjetër shumë bukur. Pra, kjo është veçori e një personi të talentuar, që nuk është i kufizuar, por është i pa kufizuar. E njëjta gjë njëkohësisht bashkë me këtë se un kam pasur raste edhe herë tjera që ti jem i ftuar edhe nga ju, por edhe në intervista tjera. Unë këtë rrallë pak sa du më unal pak ma shumë te kolekti mi. Është vërtet meritojnë shumë, por pak a shumë bëme që kjo në aspektin pak shu direkt punës tonë, mesin pak sa si nhije. Ato si janë as pak nhije, se nëse një këngëtar. E keni fjalën për orkestrantë? Për instrumentistat, për kolekte mi instrumentista, prandaj e theksova për kolekte mi. Duket sikur mesin pak sa si nhije, por absolutisht puna tyre nuk është nhije. Përkundrazi, unë du ta theksoj që edhe një ardash si thjesht ta kuptojnë rolin e gjithë secilit, du ta theksoj që puna tyre është e jashtëzakonshme. Është e jashtëzakonshme qysh në ditën e parë që na fillojmë provat. Pra, puna tyre qoftë në kohë, qoftë në mundin e punës që për të ndërtuar një koncert apo për të ndërtuar një shfaqje apo një aktivitet, është e pa diskutueshme, fillon shumë herët me to. Fillon shumë herët, aty është pasioni tyne absolut. Janë djem të talentuar absolutisht. Unë disa prej tyre edhe i kam gjetë aty, edhe i kam pas mbështetje gjithë kohën, qoftë nga ana profesionale, po qoftë edhe nga mbështetjet nga më të ndryshme që i kam pas aty. Unë prandaj desha edhe pata shumë dëshirë që të nalesha në punën edhe në mundin e tyre. Me të vërtet një këngëtar ka një peshë jashtëzakonshme për të realizuar një këngë, por mos të harrojmë peshën e këtyre që realizojnë gjitha këngët e një koncerti. Jo vetëm lodhja, por përqendrimi, angazhimi, një përgjegjësi absolute, por që unë e them me plot gojë që jam shumë i kënaqur që unë kam një bashkëpunim me këto njerëz dhe me këto artista shkodran, fal talentit tyre, fal përgjegjësisë tyre profesionale, edhe fal gjitha vlerave tyre që ato i shkrin aty, duke filluar nga provat e duke marruar me koncertet. Patyshim, respekt dhe mirënjohje pikërisht për këto. Me të vërtet në zemër për artistë të përkushtuar, shumë të talentuar, profesionistë të vërtet. Kam patur momente të komunikimit me artistë që kanë vlerësuar, dhe artistë të ardhur nga Tirana që kanë vlerësuar pikërisht lojën, përkushtimin, performancat e gjithë këtyre orkestranëve. Megjithatë, unë dëshiroj të trokas paksa më gjatë tek maestro Ilir Zoga, i cili është tashmë një drejtues i orkestrës së teatrit Migjeni, shumë i afirmuar, me një rol të jashtëzakonshëm, të shumë fishuar, prej 27 vitesh, Ilir. Po, tashti. U bën shumë megjithëse Po ti numërojmë duke sigur kur kena fillu, por megjithatë vitet ecin,
ecin edhe aq më tepër kur puna ec, edhe vitet ecin mirë, me fjalë. Unë me të vërtetë që mu bën një kohë e gjatë aty, por të them të drejtën, mu më duket sikur tash i kam filluar për nga pasioni, për nga dëshira, për nga dashnia që kam për muzikën përgjithësi, po për sidomos për atë lloj profili që na kena aty me orkestrën e teatrit në Gjeni. Si gjendet ju si drejtues? Besoj duhet të ketë qenë, duke llogaritur moshën tuaj të re, do ta quaja, do të ketë qenë film pas mbarimit të Akademisë së Arteve apo? Ti jemi sinqert, 2 fjalë mund t'i them lidhje me këtë, se masa dhe mund ta kem thënë edhe herë tjera, por unë isha pa marrë diplomen. Unë fillova studimet në Akademinë e Arteve, në atë kohë kështu u quhet Bukra, në Tiranë, në degën e dirigjimit. E shkollën e mesme të muzikës e marrova për fizharmonik. Po në atë kohë nuk ishte e hapur dega fizharmonikës në shkollën e lartë. Unë u detyrova të bëj 1 vit pushim që të punoj në degën e dirigjimit dhe konkurova, fitova dhe fillova studimet në dirigjim. Të them drejtën, mendova që siç është natyra jame, që unë pak a shumë biles ndoshta u shpreh keq, jo pak a shumë, por shumë i përkushtohem asaj që i kap në dorë, që i marr në dorë, aq sa kam mundësi unë me dhënë. Por u përqendrova te dirigjimi, thash do të bëj më të mirën e mundshme, edhe për një fakt se unë në konkurs dola i pari, kështu që ajo më dha dhe një besim vetvete, jo vetëm besim, por edhe një detyrim që unë të bëj më të mirën e mundshme edhe në këtë degë. Si kanë qenë ato vite të studimit Universitetin e Arteve, se kështu quhet tashmë? Për mu mesin të shenjtë ato vite, mesin shenjta në gjitha kuptimet e fjalës një periudhe studentore, por mesin edhe të shenjta se kam shku në shkollën altë me një pikë synim, që njeriu duhet të marrin maksimumin nga periudha studentlekut. Nga periudha studimeve të larta, duhet të marrin maksimumin. Kam shku me këtë objeksion dhe jam mundu që t'i rri besnik t'i objeksionit dhe shpresoj që kam marrë maksimumin nga studimet e shkollës së lartë. Patëm një periudhë jo të mirë për sa i përket studimeve, se vitet 90 na sollën ndryshimet, kuptohet, edhe ne vazhduam ciklin e studimeve në ato vite, kuptohet me pak vështirësi, por një pjesë e mirë e studentëve të asaj kohe nuk ju ndame objeksionit ton, pavarësisht keni patur një pedagog udhëheqës. Unë fatmirësisht kam pas, mund të them, edhe kënaqësinë personale, por edhe nderin që t'jem student i dirigjentit shumë njoftun tonin, që sot është në drejton orkestrën në Kanada, Bujar Dhapaj. Tham kam pas fatin se në atë kohë aty në Universitetin e Arteve në Tiranë ne pshin mësim kokat e dirigjimit, profesor Mustafa Krantja, profesor Rifat Teqja, profesor Ermir Krantja, profesor Eno Koqo, pra me fjalë këto janë ikonat e dirigjimit shqiptar. Por them isha shumë i kënaqur me profesor Bujarin edhe për një arsye. Se jo vetëm që është një person me vlera të jashtëzakonshme në përgjithësi muzikore, por edhe në sferën e dirigjimit, por unë pata edhe një shans ai sa kishte ardhur nga specializimi nga Franca, nga Parisi. Edhe unë u mundova me shfrytzu që të marrë ma shumë sa t'ishte mujtën nga gjitha i bagazh që ai kishte ardhur nga Franca. Edhe faktikisht unë fitha mjaft nga. Ashtu siç e ka emrin Bujar, ju adhuroj me bujari të gjitha mjeshtrit. Të them të drejtën, kam pas një kontakt të jashtëzakonshëm. Jo vetëm thjesht pedagog student, por kam pas një ai ka kanë antar i urijet edhe për zgjedhja ti ishte që të më merrte mu student qysh në si thush në fazën e konkurrimit, qysh aty krijoi idenë edhe ma shprehu. Mas konkursit, unë nuk disha a kam fitu a s'kam fitu, po dhe në qovë se ti do t'jesh fitus, a e dite që unë isha fitus, por në atë kohë nuk dishim se gjanat ishin jashtëzakonisht sekret.
Tha, nëse ti do të jesh student, tha, a ke dëshirë me kënë studenti jemi? Mirë, po kjo si ishte një pyetje për të bërë, kupton? Ai e bani me shumë kështu, por i thash me shumë elegancë. I herë i thash, inshallah jam student, i thash, po vuni buzën gazë dhe inshallah, tha, je student, po. Megjithatë ju vazhduat, ëndra juaj ishte të drejtonit një orkestër simfonike, apo çfarë do lloj formacioni ta kthemit në një tingëllim të jashtëzakonshëm muzikor? Nuk ishi, do të thënë, pretendimen për formacionin. Ishte thjesht ajo dëshira që ju të drejtoni dhe të udhëhiqni formacionin muzikor. Kuptohet, dëshira maksimale e një dirigjenti tash të ketë para një orkestër simfonike. Është impenjimi maksimal i një dirigjenti, kuptohet. Megjithatë, me atë vrullin e studentit, gjithmonë studenti ka për ato majat që shpresoj kështu duk kështu ëndrimet janë të jashtëzakonshme, por nuk absolutisht, por nuk kjo nuk është e rëndësishme se drejton një formacion shumë të madh apo të mesëm apo të vogël. Rëndësi ka që ato që formimin tan apo ato që bagazhin tan ta shpresh shumë mirë edhe me një formacion qoftë edhe modest. Pra kjo më sa ndajna më varet nga nevoja që të del para për të drejtu një formacion të vogël apo të madh. Siç duket shanset nuk kanë munguar. Ju po thoni që akoma pa përfunduar shkollën, pa dhënë provimet e fundit, ju keni filluar punë. Po, është e vërtetë se në fakt pyetja juaj këtu u drejtu te periudha e fillimit punës. Unë thash, isha pa dhënë diplomen, dikun ka kënë një kjo periudha e verës. Qeshor, fund maj, qeshor, diçka kështu. Diplomen e kena ba dikun muin korrik, nga fillimi i korrikut. Merdi një telefonat për të marrë një kontakt me drejtorinë e teatrit Migjeni. Edhe në fund javë unë e shfrytëzova megjithëse pak me ashtu, por e vlerësova telefonatën që u dote që ti isha në Shkodër, se në ato kohë nuk lëvizshim se ishim prag diplomet edhe erdha, edhe morra një kontakt në atë kohë me drejtorin e asaj kohe, zotin Not Shefa. Unë nuk e disha se unë isha në Tiranë dhe këto kishin shpall një konkurs për vendin aktual që ishte për drejtues muzikët. Mirë, po biseda e zotin Nocit mu drejtu, ti tha, do të kishe keni gatshëm të punosh në teatr. Si u erdhi? I thash, si e morët këtë? Për dy arsye, në fakt, më erdhi pak sa surprizë edhe pak befasuese. Arsyeja parë se si shtat ju si ju erdhi, kupton se në atë kohë, po në gjitha kohët teatri Migjeni ka vlerën e vet, edhe një pozicion aty është jashtëzakonisht i dashur edhe mund të them edhe vlerësuar, por edhe po shprehem në një gjuhë popullore edhe i lakmuar nga kushdo. Kuptohet. Aq më tepër për kohën që ishin fillimet e viteve demokracisë edhe të them të drejtën u trondita. Nuk mujta me dhënë një përgjigje, i thash unë jam në një periudhë jo qetë, pra jam një periudhë që unë jam prag diplomës, e kam mendjen te një angazhim shumë i rëndësishëm, te një përkufizimi i 4 viteve të studentlekut, kështu që do të mblesh pak kohë, thash. Që ta mendoj me qetësi, edhe për faktin e dytë se thash ky ishte fakt i rëndësishëm, por edhe për faktin e dytë se unë në ato kohë pata edhe një kërkesë, në fakt, një ftesë që unë të jem pjesë e ansamblit shtetit. Këto muzikantat aty, si që ishte edhe në Shkodran, këtë ansamblin e shtetit, pa diskutim që ka gjithmonë Shkodran, ku do që të ketë instrumentista, muzikanta, Shkodrani është i pandashëm. Si tush kishin nejt nga larg duke më vështru, kishin kuptu që unë po marroj shkollën aty dhe kishin bërë një propozim tillë, kështu që edhe mu drejtuaj propozim që unë të isha pjesë e ansamblit. Kjo ishte arsyeja e dytë që mu m'la pak edhe i kërkova pak kohë me mendu pozicionin, se në fundit edhe ansambli i shtetit ka peshën e vet, aq më tepër që në atë kohë kishte jashtëzakonisht peshë. Megjithatë edhe fakti është që unë erdha në Shkodër.
edhe dëshira e prindve ishte se çdo prind fëmin e vet don ta shohin për ditë në fakt, a din? Dëshira e tij kështu është, por edhe dëshira e prindve, e të dy prindve, por sidomos edhe baba, jo se kanë insistuar në mënyrë absolute, unë falenderoj Zotin për prind, si çdo kush falenderoj Zotin për prind, por kanë shumë të komunikueshëm me ne, qysh në vogli, asnjëherë imponusa. Nuk e di, ju dy vëllezër jeni apo jeni familje më shumë? Ne jemi 3 fëmijë. Unë jam djali i madh, kemi një motër, është edhe vëllai i vogël, Ermiri. Ermiri, sepse Ermir Zoga është po ashtu në gjurmët e vëllai më të madh, dhe ai një mjeshtër i vërtet, me vajzën e vet, Ea, me fëmijët, i paçi me jetë dhe qofshi me jetë të nderuar. Po Ilir, gjithë ky rrugtim nuk erdhi krejt papritur. Ju thatë më herët që në shkollën e muzikës në Shkodër keni mbaruar për fizharmonik. Po kjo fizharmonik, me sa di, ndoshta edhe gabohem, ka qenë dashuria juaj e parë për muzikën? Të thënë të drejtën, kur jeni takuar me fizharmonik? Te fizharmonika mase është një rasi. Një rasi, por që rasi që ma vonë u ba pjesë e jemja. Unë konkurova në shkollën e muzikës, në fakt nuk më tingëllon kanë shumë kjo, se nuk duhet si thoshte, po them thojza të përgojoj asnjë fakt asaj kohe. Megjithatë ky është një fakt që unë nuk po shtoj as nuk po ashtu. Konkurova në klasën e parë në shkollë të muzikës, në dëshirën e prindve. Nuk u përzgjolla në fitusit. Ishte koha atëherë, nuk mund ta paraqikoj, nuk u përzgjolla, por pak vite më vonë unë vazhdova në shkollën Salo Halili, klasën e parë, klasën e dytë, dikun nga mosha 8 vjeç, kështu, më nxitën, kuptuan që nuk është për t'u lanë, si thush, vazhdimi duke pa talentin, edhe më kujtoj hapat i parë kret, kam filluar në shtëpinë e pionierit, me të ndjerin profesorin tem të dashtun shumë, Kolgjinaj. Nderin, sa pun kanë ba. Absolutisht, flasë në Rumë edhe të dashtun, kujtoj shumë i vogël, por kujtoj pasionin e tij. Vinte çdo seancë mësimit, unë isha i vogël, kuptohet, nuk mund të lëvizsha kështu, vite në shtëpi. Imagjinon një lloj, nuk di çfarë them, unë respekt pafund për çdo gjë, për këto njerëz që sinqerisht unë hala sot befasohem me pasionin, me dëshiren, me dashninë e tyre për të dhënë maksimumin për muzikën. Mësuesi juaj i parë? Mësuesi im i parë është Kolgjinaj. E respektoj, e vlerësoj. Njëkohësisht unë isha në shkollën Salo Halili, kam pas një mbështetje të jashtëzakonshme në atë kohë nga mësuesi i muzikës aty, Qesk Qefa. Që ma vonë unë do ta kisha koleg, edhe në fillimet e mia sinqerisht unë isha shumë siklet kërshiti, që ishte pjesëtare e orkestrës. Si nxënës. Megjithatë, në raport që kishte nxënës dhe tani ishe unë isha në siklet. Sa ishte po tush mësuesi i parë jemi që më ka përkrah jashtëzakonisht. Më ka ul në shkollën e aty se u bate në shkollën Salo Halili, më ka dhënë klasën në dispozicion edhe multe me studiu. Jo se unë nuk studiosha në shtëpi, por që ajtë më kishte në mikqyrje, se në atë ku u ba një konkurs gjithë talenteve të Shkodrës në shtëpinë e pionierit, për gjitha instrumentet, violin, piano, fizharmonike, kitarë, që ishin instrumentat e kohës, edhe më ka pregadit bashkë me të ndjeri Nazmi Lishi, punune një pjesë për fizharmonik, që unë tisha tu paraqisja sa më mirë në të konkurs. Edhe në fakt unë aty morra një spunt shumë të mirë se morra vendin i parë, zuna vendin i parë. Nuk kanë qenë gabuar asnjëri nga këto mjeshtra. Absolutisht. Faleminderit tyne edhe për kujdesin që ka zunën ndaj qoftë edhe ndaj talentit tim. E më dha një spunt shumë të mirë se unë nga aty fituesat do të shkoshin në Tiranë në konkursin e përgjithshëm që u zhvillote në radio televizionin shqiptar. Atje fal moshë të vogël se unë isha në klasë 4, në fillim klasë 4, nuk kishte çmim, nuk mund të nepte çmimi
ishte e pa imagjinueshme që një fëmijë në klasë 4 shkojnë të konkurrojnë me fizharmonikën në krah. Për vetë faktin që fizharmonika është një instrument i rëndë. Edhe nuk mujten mi dalë asaj formatit të konkursit, dhe unë aty u vlerësova me çmim dytë, nuk kishte rëndësi për mua çmimi i dytë apo i parë. Për mua pat rëndësi që mua më dha një shtysë të jashtëzakonshme ajo pjesëmarrje në konkurs. Aty pata edhe një gjë që unë e vlerësoj shumë edhe për mua ka qenë shumë e rëndësishme, pata kontaktin e parë edhe pata ftesën e parë që të ndëgjonte, mund të them, mjeshtri i përgjithshëm i muzikës shqiptare Agim Krajka, por edhe instrumentit fizharmonikës, mjeshtri absolut i fizharmonikës Agim Krajka. Unë qysh në atë moment nga konkursi i Tiranës, prandaj thash që ishte një spunt të jashtëzakonisht e mirë për mua. Fillova kontaktet me te, fillova mësimin me te, edhe kam vazhdu deri sa kam shku në shkollën e lartë. Mësimin me Agim Krajka. I ruani komunikime? Absolutisht, i ruaj misin, kam misi familjare, se në fakt edhe gjithë koha tjetër e mësimdhënies ashtu ka qenë tamam me një dashamirësi. Unë basha mësimin në shtëpinë e tij, se kuptohet ishte mësim privat, në atë kohë nuk u lejoshi mësimet private, ne jemi koshient, por me shumë sakrifica ultosha fundjavën, shpeshherë edhe pa u marrë vesh në shkollë të muzikës për një kohë gjatë që unë bëj mësim privat në Tiranë, se mase sot e nigjojnë edhe thojnë që është kjo punë, po në atë kohë kështu ishin pak të kamuflume këto gjana, pak të mshehuna, me sakrifice kanë vazhdu, fal edhe dëshirës profesor Agimit, fal edhe dashamirësisë tij absolute dhe përkushtimit tij që unë t'isha një nxënës i tij. Edhe këtë e ruaj me shumë, s'di çfarë them, e ruaj si një vlerë të madhe temën të. Në fakt, kur bisedoj me një artist si ju, dhe ka një rrugë formimi që lidhet me emra të nderuar, që kanë ndikuar në formimin tuaj dhe në ecjen tuaj, nuk mund të mos ndjejmë atë lloj konsiderate të jashtëzakonshme, por edhe krenarie. Se kjo Shkodër, kjo Shqipëri ka njerëz të jashtëzakonshëm, të talentuar, të përkushtuar, njerëz që me shpirtin artistit durojnë dhe mbështesin këto talente, ashtu siç ju tashmë, prej shumë kohësh, i mbështesni talentet e reja. Shpeshherë në aktivitetet teatrit Migjeni ka një shtrirje të jashtëzakonshme me artistë të rinj, me këngëtar, duke i dhënë mundësinë secilit që të hedhë një hap, të marrë një këmbë shkallë në rrugën e ngjitjes së suksesit të tyre. Është e vërtet, Merita, kena theksu, s'ka nevojë për të theksu, se është diçka që është shumë e dukshme. Shkodra buron. Shkodra ka talentet jashtëzakonshme, çdo vit del një talent, unë po them një, por janë disa që dalin çdo vit. Kjo është e vërtet. Unë si vjet isha dhe juri e edicionit Bilbilave, edhe të them të drejtën, duke mos qenë pjesë e angazhimit të këtyre profesorëve që merren me këto fëmijë, nigjova shumë të fëmijë që i nigjova rishtas, i nigjova për herë të parë. Nuk i kisha një gjumë ma për para, edhe të them të drejten, unë iva shumë i mushun, se me të vërtet fëmijë pasionum, fëmijë me shumë talent, fëmijë që qysh në atë moshë, kanë nuhatjen, din me trajtu një këngë, din me myll një frazë bukur, u futa pak në detaje, por ja vlen mi përmend këto elementa për këto lloj moshash. Kam parasysh që çdo ditë që kalon të ato është një pjekuri ma shumë për t'u ba nesër këngëtar të mëdhej, për t'na gëzu e për t'na nderu kudo që ato marrin pjesë. Ju po thoni në mënyrë të tërthorë që i keni vendosur piketat në aktivizimin e tyre. Pse jo, tash në fundit mu m'pëlqen që ato që ju takojnë për t'u njit në skenë, unë jam mundu me gjitha mënyra që t'ju anap mundësinë. E kam pak të vështirë kur vjen puna për këto aktivitete, siç e thatë edhe ju që keni pa emra, çdo shfaqje ka një emër të ri, ka një fytyrë të re, pra ka një shkallë më sipër,
Pra në qoftë se ka kënë fëmijë dhe ka dhanë maksimumin, vjen hyp në skenën e teatrit Migjeni me një formacion të madh krahas shumë këngëtarëve tjerë që kanë edhe përvojë. Përgjegjësia rritet, por unë të them me bindje që gjithë secili prej tyre e ka justifikuar mas miri njitjen në skenën e teatrit Migjeni apo edhe në çdo lloj skene tjetër. Për mu jo vetëm as kënaqësi, por shpeshherë më bëhet edhe paksa shqetësim vetvete. Pse mbahet shqetësim vetvete? Mbahet shqetësim vetvete se mbahen shumë tri që e meritojnë me hyp aty, edhe për zgjedhje duhet jetë jashtëzakonisht me kujdes. Jashtëzakonisht me kujdes që këtë rrallë unë të marr 10 prej tyne, e rrallën tjetër të jemi kujdesshëm mos laj ato që duhet me kenë edhe rrallën tjetër. Kjo është gjë për të gëzuar shumë se ka zonë që Shkodra me të vërtet ka zana të mirë, ka talenta të mirë, ka persona të talentuar me shumë perspektivë që në fakt Ilir, ju flisni për punën që është një akumulim i përditshëm dhe një hap në perspektivën e zhvillimit të aktiviteteve, të cilat shumë prej të cilave janë tradicionale. Jeni udhëheqës artistik i veprimtarive të ndryshme, por edhe i festivalit Lulebor, së bashku me Roland Gulin, të cilin e përshëndesim. Mendoni se si vjet për hir të kësaj pandemie mund të pësojnë ndonjë, apo e keni menduar që ta realizoni ashtu bukur me parametrat? Festivali Lulebor është një dashni dhe pasion për gjithë secilin pjesëmarrësinte, për gjithë secilin që ka marrë pjesë qoftë edhe një herë të vetme aty. Unë e kam theksu pavarësisht se edhe aty kam një pjesë idejimit këtij festivali, se e kam njek për shumë vite që ai të realizohet. Ka qenë me të vërtet një pasion i jemi, edhe falenderoj Zotin që ai po ecë në rrugë të marrë dhe po ecin edhe viti që ai realizohet, për një arsye se është një ushqim për shumë artista Shkodran. Është një ushqim, ai është një festë dhe e kam theksu që me të vërtetë është në aktivitetet më të rëndësishme të vitit, muzikore të vitit për qytetin tonë. Në një intervistë me dirigjentin e mirënjohur Jetmir Barbullushi, më kujtohet që ai hodhi idenë Lulebora është e mrekullueshme, por Shkodra duhet bëjë edhe një festival të këngës muzikës së lehtë. Pra sepse ai sheh pikërisht në këtë qytet të tillë potencial artistik që mund të realizojë diçka të tillë, dhe nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Radio televizioni bën me gjithat ushtri të madhe të realizimit bën një festival. Edhe një qytet të bëjë një festival, madje të kërkohen shumë aktivitete. Është sinqerisht është një festival që është me vlera të jashtëzakonshme. Jo vetëm për ripërtritjen e këngës qytetare, për ardhin e këngëve të reja qytetare, dhe për sikur një këngë të mesin në vit edhe të kënohet, është jashtëzakonisht mirë, por unë kam besimin e plot që janë shumë këngë që mesin në veshin e spektatorit edhe telespektatorit, edhe që ripërtrihen çdo vit, ne po rikujtojmë edhe po i fusim në aktivitetet ndryshme këngë nga Lulebora. Jo pse po i fusim me imponim që thjesht duhet jenë, por se me të vërtet janë këngë bukura, këngë me vlera dhe këngë që përqafuhen shumë shpejt nga spektatori. Kjo është më se vërtet, por në këtë moment unë mund të ndërhyj me një vërejtje timen, sepse shpeshherë këtë këngë për hir të së drejtës së autorit, të cilët e marrin televizionet të ndryshme ose nuk e di, duhet të jenë më të përhapura në media. Është e vërtet. Sepse janë këngë shumë të bukura. Është e vërtet. Edhe për ne është gati ne e vujmë këtë aspekt. Që qoftë edhe çdo këngë e këtij festivali të transmetohet.
të transmetohet disa herë edhe të seleksionohet, koha ta seleksionojnë. Koha e evidenton. Por ama mu personalisht, por edhe gjithë organizatorë tjerë pak na vret ky shqetësim që ato kanë nevojë për të ekspozu. Jo vetëm Radio Shkodra, por edhe stacione tjera. Ato janë gjithat filmume, pse jo dhe mos transmetohen edhe me videot e tyre siç janë live nga koncerti. Kështu që shpresojmë që t'jenë sa ma transmetueshme. Në fakt, kur flitet për të tilla aktivitete, bëhet fjalë për një komunitet artistik, të shpërndar mjaft bukur tek duartrokitjet dhe interesi i publikut. I gjithë ky komunitet, nëse mund të përmblidhet me një fjalë jo shumë të drejtë në këto momente, ka portrete të jashtëzakonshme artistësh, të cilët shpeshherë unë i kam patur të ftuar në studio. Ajo që më ka bërë përshtypje, nuk është se po ta them drejt për drejt në sy, por është një diçka që ata e ndjenin. Është falënderimi për Ilir Zogën, dirigentin, instrumentistin, ideatorin, për kujdesësin e detajeve të një veprimtarie. Kam menduar çfarë bën këtë marrëdhënie kaq të bukur, kaq magjike, kaq të respektueshme. Nuk e di sa e ndjeni ju këtë rrugë që e shtroni për ditë në marrëdhëniet tuaja. Të falenderoj ty, por falenderoj edhe ato që shprehin këto mendime. Kjo është një fakt. Unë e kam ndjerë i pa imponuar, por i vërtet. Megjithatë unë nuk kam si mos jemi i kënaqur nga fjalë që ndëgjova prej teje, por edhe nga fjalë që ndëgjoj për ditë. Megjithatë objekcioni jemi punës është ndërtoj marrëdhënie të mira me këto, jo për hipokrizi, por një punë e shnosht mund të realizohet mirë vetëm me një bashkëpunim edhe me një komunikim normal, serioz, profesional, të qetë. Kuptohet, puna ka telashet e veda, ka kena edhe nervozizme, keme edhe tensionime, se është vetë karakteri i punës tonë që i ka gjitha mbrënd, por asnjëherë në skaje të pakëndshme, gjithmonë mesin kuadrin e punës, edhe mesin aty. Mrapa vazhdon gjithçka normalisht. Falë këtij bashkëpunimi, unë jam shumë i kënaqur, në përgjithësi flas. Edhe nuk jam mundu asnjëherë, por falë edhe natyrës time që nuk jam tip konfliktual, nuk jam tip që e ndërtoj punën në bazë. Jo vetëm nuk më shkojnë mend ajo, po mi bazën e kësaj që t'ju imponohem të tjerëve, absolutisht. Një punë e suksesshme është gjithmonë një bashkëpunim qoftë qysh në mendim, qysh në kuptohet, që më pëlqen që të realizohet ideja jeme, se e kam mendu, jam lodh për atë ide, por gjithmonë kërkoj edhe një mendim, nga i që do të realizojnë. Se një mendim, thot populli, hiq mendim. 2 mendime, 1 mendim. Kështu që Megjithatë, unë do të shtoja në këtë marrëdhënie të njerëzore në radhë të parë, por edhe profesionale, është pasioni ajo që e bën ditën të ecë me ritëm zemre, e të hedh vështrimin mbi ditën tjetër. Kur këtu në studio mjeshtri ynë i IT-s, Valmir Hysa, të cilin e përshëndesim dhe falenderoj gjithmonë për lidhjet e tij speciale, ju dëgjova tek komunikonit për realizimet dhe bashkëpunimet me televizion dhe me mjeshtra të fonisë. Ndoshta keni raste të bukura, por edhe shumë të vullnetshme të realizimit. Në një koncert tek ju po e dëgjonit, keni vënë re një defekt në transmetim dhe keni punuar gjithë natën, pa pushim, në një kohë rekord për të realizuar komplet linjën e fizharmonikës së koncertit me të gjitha këngët. Është kështu.
Kuptohet, tash këto problemet vogla përderisa na jena live në skenë. Ky është një detaj, sa shumë detaje ka jeta artistike. Por me Valmirin unë kam këtë histori që ju e një gjutë. Po bëra dëshmitare. Po, e kemi gdhi një ditë, edhe unë në studio, po edhe në studion e tij televizive. Respekt për punën tuaj, pasionante. Kur të me kemi gdhi, sinqerisht, unë i kam dorëzu diskun duke punu absolutisht nga masditja deri në orën 5:30 mjesit. Ishte data 31 dhjetor, atë natë do të transmetote atë koncert që na kishim realizu. Dhe unë u detyrova që të korrigjoj diçka të vogël nga teknika që absolutisht diçka që kishte kalu që edhe ato nuk e kishin kuptuar që kishte kalu. Gjithë koncerti ishte pa fizharmonik. Unë u detyrova që t'i bi, kuptohet një siklet i jashtëzakonshëm se duhet më shku mrapa çdo detajit instrumentit. Kjo është puna e mjeshtrit. Por ka kësi gjanash, ndodhin edhe këto gjana, por e rëndësishme është që kur kurohen edhe kur shkojnë në vend vet janë kujtime të bukura pastaj. Pavarësisht se ndoshta të stërlodhin, por merr edhe atë kënaqësinë që shkoj gjaja në vend, a din. Dhe spektatori që dëgjon ose shikon ose e ndjek nuk kupton asgjë se sa mund djerës, përkushtim, përpjekje, pagjumësi etj, është për të realizuar diçka të tillë. Është e vërtet. Ne dukje biles shpeshherë në për këto gëzime familjare dhe kështu. Përdori një shprehje, sa mirë ju kënaqeni, a din se është ajo ideja që ato kënaqen, marrin një kënaqësi dhe sa mirë e keni profesionin që kënaqeni, u shpeshherë nalë. Më fal, kënaqeni ju, ne jena në punë, ne jena me ju kënaq ju, kështu që ne kena lodhin, mbrëm kena stresin, kena sikletin si po shkon, çdo gjë, qoftë sa do e vogël, kështu që nuk ka shkajta thjesht. Ilir, ju keni një familje të bukur. Bashorten, 2 fëmijët, bashorten nuk e keni nga Shkodra? Pikës parit faleminderit Zotit që unë kam një familje të mirë, familje për mu shumë dashtun, familje të shëndetshme, siç e thatë. Kam familje e me ngushtat bashkëshortja dhe djalja dhe vajza, 2 fëmijë. Bashkëshortja eme nuk është nga Shkodra, origjina e saj është nga Lushnja. Ajo studiote në degën e ekonomike në atë kohë, aty u njoh në Tiranë, jetoj në Tiranë, kuptohet, prej shumë vitesh. Vazhdon punën ekonomiste. Kam një shtetje shumë serioze të punës time, them të drejtën. Nga një herë dhe kritike? Të them të drejtën, pavarësisht se nuk është e sferës muzikës, por mund të duket pak e çuditshme, por e pyes shpeshherë për detaje dhe çdo gjë, çdo përgjigje që më nep me dhënë. Mund të duket e çuditshme, por për mua nuk është as pak e çuditshme. E kam tamam gati në ato momentet intime të mia që me një pyetje shumë të ngushtë, si thosh, specifike, shpeshherë e kam shtetje të mirë. Edhe gati ato mini konkluzionet i fundit i ndaj me te. Edhe ne mendime të vyra. Kështu që për mua kaq mjafton, të bashkëshortja, kuptohet që mjafton shumë për kushtimi i saj edhe vështirësitë e saj, se na kuptohet artisti po thuj se pjesën më të madhe nuk është në shtëpi, sa është në shtëpi. Ju po thoni pak më herët që keni gdhi për shembull për të realizuar një linjë deri në orën 5 të mëngjesit. Ju ishte kreta për shtëpisë në studion tuaj. Në studion tim, por gjithsesi. Ishin në punë. Unë isha brenda oborrit të shtëpisë, por me punë isha shumë larg oborrit të shtëpisë, kupton? Por jo, sinqerisht unë kam një mbështetje të jashtëzakonshme, edhe sinqerisht unë du me falenderu për këtë mbështetje, edhe për këtë jo vetëm për mbështetjen, por për qetësinë që më jep në realizimin e krejt aktivitetit tim artistik. Kjo është mirë kuptimi. Dhe 2 fëmijë, djali dhe vajza? Kurse 2 fëmijët jo vetëm i kam mbështetje të gjithë punës time, por ta them me sinqeritet i kam fansa. Mirë, po ta kesh fëmijë fans është kënaqësi.
me detaje, jo vetëm janë t'informum, por shpeshherë i kam edhe pjesë të provave se të koncerteve i zbahet fjalë, absolutisht. Çdo që t'ken, ato lajnë çdo punë për të kenë pjesë e koncertit, jo vetëm të mijat, po pjesë e çdo koncertit, pjesë e çdo aktiviteti që ka teatri, qoftë dramave, qoftë komedive, qoftë varieteve, qoftë vinë grupe të ndryshme, qoftë shqiptare, qoftë huja, ato janë me mua aty prezent ty dy. Por mund të kënaq edhe fakti se vlerësojnë shumë punën time. Mirë, po kur ke një mbështetje të mirë të fëmijët, të bashkëshortja, sikur të jetë vetëm mbështetja është boll për një muzikant. Por un kam edhe më shumë prej tyre, kështu që falenderoj Zotin për gjithçka. Sa gjë e bukur. Është një mrekulli kjo mbështetje. Aty nis çdo gjë, ajo folea ngrohtë. Normalisht. Pa qenë ajo, ndoshta gjërat do të kishin qenë ndryshe. Absolutisht. Keni ide të reja Ilir për të realizuar? Them të drejtën, koha nuk ka shumë e favorshme. Koha nuk ka shumë e favorshme, por që di ne që merrem me ardhin, sikur jena pak të zhveshur nga këto jo se duhet me kenë, por jena zhveshur se ndrimet, idenat na çojnë larg edhe i kalojnë këto gardhet, këto pengesat, shpresojmë që shtatori të jetë fillim aktivitetesh edhe një punët normale, jo vetëm për ne, kuptohet për gjithë, se nëse s'është për gjithë do të jetë edhe për ne. Por shpresoj që t'jetë ashtu. Aktivitetet janë, ne vazhdojmë atë idenë tonë që t'i realizojmë në kohën e duhur, siç nuk lam edhe këtë aktivitet të pakalu, që t'kalojnë flas që e realizuar mirë, por desha më dhënë edhe përgjigjen me që jena brenda bisedës. Angazhimi për festivalin Lulebor ka fillu. Ka fillu, ka dalë lajmërimi, nuk ka pas nevojë me dalë lajmërimi, se na kanë ardhur këngët e para, na kanë ardhur interesimet e para, prandaj kjo jo vetëm është një ndër aktivitetet më të rëndësishme të vitit për gjithë qytetin ton, por është edhe një impenjim i jashtëzakonshëm i shumë emrave, qoftë autor tekstesh, qoftë autor muziket, qoftë kompozitor, qoftë orkestruesa, qoftë këngëtar, orkestrant, e tjerë, pra është një staf i ton që e pret me anje, me një dashni këtë aktivitet, si çdo aktivitet tjetër. Është shpërndar shumë. Sepse muzikant që edhe nuk jetojnë në Shkodër, e kanë Shkodrën afër. Para një viti, në aktivitetin e parafundit fitoi Toni Internaku, që jeton në Itali. Në vitin e fundit ishin protagoniste nër fituesit e çmimit të dytë, Rita dhe Julin Docin. Përmenda vetëm këto, pa pretenduar të përmend të gjithë, sepse nuk e kam listën këtu përpara, por duhet të them që ky aktivitet po rrezaton. Po shtrin rrezën e tij, jo vetëm brenda qytetit. Jo vetëm me forcat tona brenda qytetit, por po vinë edhe ato shkodran që jetojnë jashtë, jo vetëm shkodran, por edhe të tjerë. Diçka du me theksu, nga angazhimet e simjetshme Vej Reza është hap shumë gama e prurjeve. Shof emra të ri, interesimi është më materialet muzikore, por kjo më ngro. Më pëlqen njerëzit janë vënë në lëvizje, kuptohet që këtu në Shkodër nuk ka nevojë se janë në lëvizje, por edhe këto që vinë. Unë besoj se jeni bamirës të mëdhenj, artistët janë bamirës të mëdhenj. Shpesh ne edhe mërzitemi nga informacionet që jo çdo herë janë entuziaste. Po të ndrosh kanalin dhe të kalosh tek muzika, tek arti, tek kënga, tek instrumentet, është një terapi e jashtëzakonshme. Është e jashtëzakonshme, është e vërtet. Shkodra ka forcat mëdha artistike në përgjithësi, por sidomos muzikore. Jo vetëm mu na gëzon ky fakt shumë. Ka një potencial, megjithse shumë kolekton, shumë njerëz në Rum sot nuk jetojnë në Shkodër, por
edhe këto që edhe me këto njerëz që kanë met, Shkodra vazhdon që të ecë. Edhe më pëlqen një fakt se vazhdon me ecë në traditën e më përparshme. Kjo është. Pra jo thjesht rastisht se po merre me muzikë. Jo, vazhdojmë trujmë traditën e më përparshme. Unë kret kam një koleg temin që unë du me përmend, edhe e përshëndesim, po na e transmeton këtë program më së miri, Eugen Balca. Eugen Balcen, unë jo vetëm du me e përshëndet, por e vlerësoj për pasionin e tij krahas kësaj punë që bën këtu edhe për muzikën. Për muzikën. Edhe e inkurajoj që t'jetë shumë më aktiv. Jo pse s'është, por angazhimet këtu ndoshta e pengojnë pak. Kam parasysh që Geni vazhduesi traditës së babës së vetë të nderuarit Lezbat. Tu desha me dalë se thash atë edhe sa pash Genin mu kujtu. Është një vazhdues jashtëzakonisht i denj i traditës familjes tij, i të ndjerit babës tij që ka një emër shumë i nderuar, që momentalisht unë kur e kujtoj tash a din u emocionova, por mu më pëlqen që Geni është një vazhdues shumë i denj. Jo vetëm Geni, edhe vllai i tij që unë e njoh prej vitesh. Araniti. Ilir, unë e kuptoj që aktiviteti juaj është i bollshëm, por shpirti juaj artistik shpërndahet tek artistët me të cilën ju keni bashkëpunime, të cilët pavarësisht se nuk ndodheshin fizikisht në këtë studio, ishin së bashku me ne, me aktivitetin e tyre dhe me atë si thua ndjenjën tuaj të bashkëpunimit të vazhdueshëm, atë bashkëpunim që ju e shprehni me shumë respekt në një korrelacion artistik të mrekullueshëm që bën të mundur realizime të tilla. Ky është mjeshtri. Ky është maestro Ilir Zoga, i cili ishte sot i ftuari im në Mirëmëngjes Shkodër. Veç të mira, suksese, mbarësi, gjithmonë Ilir Zoga. Të falenderoj shumë. Unë ju falenderoj se në fundit kjo është një vlerë për ne që 2 fjalë nga gjithsekush ti nixojnë edhe publiku. Edhe është një kënaqësi që unë jam jo vetëm në emisionet tuaja, por në gjitha emisionet tjera i ftuar, aq më tepër në emisionet tuaja që ju, po ju drejtohem ju, i ndërtoni me shumë dashuri, i ndërtoni me shumë pasion, edhe gjithmonë më shumë se shoh pasion te këto emisione nuk shoh asgjë tjetër. Ndoshta kjo në bashkon dashuria për Shkodrën. Fiks. Ju falenderoj. Ilir, të falenderoj pamas. Dhe përsëri ju pres në aktivitetin e radhës, se keni vendin tuaj këtu, sepse edhe dëgjuesit të cilët na kanë ndjekur dhe siç po i shoh edhe në ndjekjen në faqen ton live Radio Shkodra kanë qenë të shumë. Ju falenderoj të gjithëve. Faleminderit Ilir. Suksese gjithmonë. Faleminderit edhe ju, edhe suksese edhe ju gjithmonë. Faleminderit.